me Elizën. Ti ke shumë vite që konkuron këngën magjike dhe unë dua të të bëj pyetjen, ç'është kjo lidhje kaq e madhe me këngën magjike që nuk i shkëputesh asnjëherë dhe vazhdon të konkurosh? Ky është viti i tretë që unë marr pjesë, pas 3 viteve mungesë, domethënë prej fitores me Roselën, dhe e kisha jo me patjetër për diçka, po për vetveten që të rikthehem dhe nuk gjeja ndonjë këngë të përshtatshme që të jem e përmbushur me veten dhe të vi sigurt. Dhe kur folëm me Adin dhe sajoj këngën, demon, u gëzova shumë dhe i thash po ikim te kënga magjike dhe kështu ndodhi. Mirë, të gjithë mundohen të befasojnë me performancat me balerinë, me performancat ndaja skenike. Ndërkohë që ti ke goditur shumë me veshjen tënde kësaj radhe. Ka një kuptim të veçantë kjo veshje ose thjesht unë jam tip që përcjell trendet në modë. Nuk shikoj idenë se cila firmë është, po shikoj idenë e kompozicionit, formës, çam përshtatet, çka më pëlqen, dhe tani këtë vit janë prapë në formë materialet me kuadrante dhe vinë në forma të ndryshme, jo vetëm si veshje e plot, po edhe si detaje, siç është kjo pjesa këtu, dhe guxova të provoj që të bëj jo vetëm çupën e shkollës se si më kishin quajtur këto 2-3 ditë, po thjesht të bëj një diçka të guximshme për veten time. Ju si këngëtar, jeni më të kënaqur me formën e re, mendon se ka më pak manipulim në këtë rast nga ana e këngëtarëve? Votimi në fakt nuk është se ka ndryshuar, gjithmonë kam votuar këngëtarët, dikur ka qenë me shifra, tani është me emra dhe deklarohet, domethënë direkt, por ajo tollovia ose nuk e di se si ta quaj që bëhet, unë si vjetë e ndjeva, nuk e kisha ndjenë ndonjëherë dhe ka qenë pjesa më e hidhur që ma ka prish shijen e këtij festivali në prapaskenë, me gjithë ato që kam pas, sepse si duket vitin e kaluarën e shkuar isha me Roselën dhe po rria me të dhe nuk merresha me asnjë njeri tjetër. Dhe këtë vit, ta them kushtimisht që nga dhoma kisha presion edhe tutje. Dhe nuk më pëlqeu. Unë jam natyrë që nuk kam bërë pazare dhe nuk kam bërë kompromise me veten time për asnjë gjë dhe nuk hyj në këtë lojra dhe nuk më pëlqen fare.